mbrëma dhe mirë se ardhët në natën e 3 si shtahyra. Kjo është edicioni 37, është në vitin e 50 malësorit dhe jemi të lumtur që e kemi sonte këto për të shënuar së bashku një natë me jehon të këngës, me rritët të valles dhe me pasurim të trashëgimisë të bukur kulturore. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të festuar, por edhe për të rikujtuar ngjarje të mëdha të kulturës tonë, për të rikujtuar pajtimin e gjaçeve që u bën në vitet e 90-ta në kodrën e pajtimit, duke bashkuar kështu përgjithmonë shqiptarët. Këto në gjona ju e dini që para aq vjetër sa tha Eriola, ka qenë një mision shumë i madh, shumë fisnik, ku është dëshmuar që falja është më rëndësishme se hakmarrja, se dashnia për kombin duhet jetë më rëndësishme se çdo gjë. Prej atëherë këtu është bërë dasëm Safet në këtë skenë dhe ka vazhduar dasma deri sot. Dhe nga kjo skenë përcjellë mesazh të këngës, rritje të vallave, por edhe në mesazh të bashkimit, unitetit e të ruajtjes së identitetit tonë kulturor. Prandaj le ta nisim këtë natë me zemër të hapur dhe me atmosferën mrekullueshme që do ta kemi në skenë. E para programet lejoni të shpreh kënaqësinë që edhe sonte jam me dy kolegët e mia, talentën e zbuluar mbrëm të këngës, ende pajtonis të 4 orë hyrë të ecën. Edhe Eriolin e bukur, Eriol Çoçaj. A e pat Safetin që shtatë të jetë, dy që është si pak ashtu. E Çoçaj pak ma shumë se zguxon ndryshe. Hyra së den, po familja Çoçaj është më e madhe në Xholaj. Jo, e di që jam, po di që shkallëzë që pse zguxohet Çoçaj. Edhe me vituni eventualisht në një incident. Nëse nusja e ka Çoçaj, shumë normale. Ne do ta nderojmë figurën e Reshatit, dëshmorit ton Hasjan, me një duartrukitje të madhe. Faleminderit shumë. Një figurë e ndritur e Hasit ton, që mban qendra emrin e tij me shumë pietet. E pa humbur kohë, do të vazhdojmë me grupin e parë artistik, që tashmë e keni në skenë. Është ansambli autokton folklorik Rugova nga Peja. Ju e njihni, mos kam qa flas për Rugovën. Një ansambël shumë vjeçar, mirë se keni ardhur, kënaqësi me ju pa dhe sonte. Do t'ju lëmë programin që do ta keni para vetët të përgatitur për sonte. E hapim me Rugovën, vazhdojmë pjesën tjetër të programit pastaj.
Eu shqipni ka me umetu do bere
Votra ime dashur, vendlindja ime shtrejt, o zemrën e bjeshkeve të nemuna, që mbojnë e gji, rafshin e dugagjinit, derë kuror, e gjër o bukuri, të dua si dy bebzat e syve të mi, biro, dua i Rugoven, na thot nana në djep, dua i malet e larta që puqën në qilë, kodrat beroshe, shkrepat legjendar, prigjet e repita të vëra ndruvar. Dua i këngën e bukur të Bariut, atë këngë i lirike, që mbi të gjitha ato të Rugovës krëshnike. Janë thurur shumë legjenda për Rugoven, e njëra ndër to thot se Rugovasi ka lindur nga Shkëmbi, e Shkëmb është bërë për ta mbrojtur tokën në Shkëmbin e vet. Krenin e vashës, këngën e djepit, sofrën e shtruar për miq, tapit e gjyshit tim. Trimbi trima gjergjokas trioti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti, se djeg flaka e se djeg baroti, shpata ti than malin ndyshe qan, me një tran, me një ushtri për vlonë, me një tran, me një ushtri për vlonë, lavdo Gjergjo Skënder Bedrangoj, krahu yta gjithnjë përforcohet, gjithë ku janë armiq to i shfarose, lafti yta brezmas brez ju knofte, gjithë ku janë armiq to i shfarose, lafti yta brezmas brez ju knofte, lafti yta brezmas brez ju knofte. Ty t'martë
Qitet kona me pika pika, sonte je o bajrak në rëqika, sonte je o bajrak në rëqika. Qika kjane nana doton, s'ka kushtatina që jashtron, s'ka kushtatina që jashtron. Faleminderit shumë, ju lumshin kam të durt.